Ashi kushe njefse, i thonë nga 60, i thonë 65 vjetë. Edhe i bie gati janë 100 vjeç. Tani, një pyetje kam unë që edhe në bisedë mes nesh jashtë emisionit ta kam bërë. Si ka mundësi, zoti Vukaj, që çdo shqiptar që studioi në Moskë, në Bashkimin Sovjetik të asaj kohe, çdo mashkull shqiptar ra dashuri me një ruse. Unë kam pasur rastin që të kem profesorët e mi, pedagogët e mi, që studionin atje dhe kur na tregonin gjën e parë, ata tregonin historitë e dashurisë, pastaj për studimet. Ç'a ishte kjo? Se shqiptarët studion dhe në Pekin, edhe në Shangaj, edhe në Çekoslovaki, në Poloni, po kjo e historisë që çdo mashkull ra dashuri atje, ka një. Tash jeta kështu është. Kjo s'ka ndodhur vetëm në Rusi, po ka ndodhur në vende të tjera. Studentët tonë. Jo, kaq masivisht? Edhe njëherë. Kishte një arsye të veçantë? Edhe njëherë, shiko. Nuk është punë. Populli rus në ato vite ka qenë shumë i dashur, shumë i këprit, shumë i afrushëm, në Rusë përgjithësi. Ndaj nesh? Përgjithësi, ndaj të huajve. Me kohë kanë ndryshu. Sot nuk janë më ato që kanë qenë. Nuk janë? Ja. Për shembull, shiko, ka shumë faktor, nuk, por unë po të them një shembull, shumë thjesht. Dikur, kur kam qenë unë student, zezakt, madje hapen edhe Universitetin e Patrice Lumumba, qofse kemi gjuhë, në atë kohë për popujt e Afrikës, për studentët afrikan, adhoroheshin. Sot e din që në Rusi ka shumë pak zezak, sepse kudo një anti i pa imagjinueshëm ndaj zezak. Po ndaj shqiptarëve? Edhe ndaj shqiptarëve, sepse propaganda që është bërë kundër në të veçantë mas ngjarjeve të Kosovës ka qenë allahtarshme. Ne na kanë rratë 2 studenta tonë dhe i kanë bërë për spital. Studenta në atë kohë? Po. Në cili vit? Në vitet 98, 99. Dhe ishin studenta në Moskë? Po. Dhe vetëm për shkak të kësaj? Djali im ishte student në Moskë. Në disa ambiente thoshte, unë nuk thote që jam shqiptar. Wow. Sepse ishte kriju një, kaq shumë u fol për ne, kundër nesh, sa u kriju kjo për këto shqiptar, kriminella, hajduta, trafikanta, që nuk thuash për ne. Edhe u kriju kjo se turma është. Shumë interesante kjo, ju studuar në Moskë dhe djali juaj studuar në Moskë. Pa ne, sa i kur ishte unë me punë se... Kur ishit diplomat atje? Po që gjithë fëmijët pasaj... Familja juaj është e lidhur me Rusin? Ja, sot nuk. Nuk keni lidhje? Ja, s'kam lidhje. Ka marrë malli për Moskën? Po shiko, kam shkollë, mos i kam kam shkollë 2-3 herë në Moskë. Shiko, është tjetër. Kujtoj një politikan francez, shumë vite përpara, thonë të kështu. Shkruante. Çdo i ri në një vend ku ka studiu, ruan gjithmonë dashurin, respektin për atë vend, për atë popull. Kudo? Enver Hoxha thotë ka studiu në Francë. Pse nuk punojmë ne mja kujtu Enver Hoxha të Francës? Kuptën të ashtë. Tani, kushdo që të ketë studiu, në qëfar do vëndi? Po marru në Bulgari. Kam unë shok që kanë studiu një qytet të Bulgarisë. Ato të pare në vend Bulgarin. Se është rinia. Të më liten shumë gjana. Kështu është jeta. Ka shqiptarë tani në Rusi? Nuk e di. E di që ka, po nuk e di. Ka pak, nuk... Ka pak se marrëdhëniet janë. Mas 90-s ato dashuritë e mbetura dhe të ngrira erdhën disa. Që kishin pas gratë ruse, që fatkeqësisht ju kishin në rujet gratë këtu. Unë kam marrë marrëdhënie shumë mira me disa prej tyre, më lidheshin në ambasadë, që organizosh aktivitete. Rusët atje? Gjithmonë shqiptar. Shqiptar që kishin mbetur atje? Që u kthyen mas 90 në Rusi. Ai që u kthyen në Rusi shqiptar. U ribashkuan? Po u ribashkuan se ku mund me bashortë, me të dashurat e tyre. Ish gratë e tyre. Me ish gratë. Unë kërkova pastaj edhe fëmijët tonë, edhe kam gjetë disa fëmijët tonë, të njerëzve tonë.
I kam gjetë, i kam afro, i kam ftu në për aktivitet. Fëmijë të kujt personaliteti? Shqiptarëve tonë. S'ka rëndësi të kuj, por të shqiptarëve tonë. Unë e kuptoj. S'ka rëndësi, ka pas disa, jo një dy. Ismail Kadare ka shkruar poezi shumë të bukur për vajzat ruse. Ka me të më nduket në një. Jo, i ka me emër atje, Lora. Ajo djeda, ajo Lora. Pa me emër. Po ajo është një lloj personifikimi dhe simboli i